Përshëndetje të gjithëve. Shumë përshëndetje, shumë. Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në tjetër video këtu në kanalin tim. Unë jam Kela. Për gjithë ata që janë të rinj dhe nuk më njohin. Atëherë sot do të kemi mirë se keni ardhur në radhë parë dhe sot do të kemi një vlog shumë interesant. Atëherë në Rapallo bëhet është 1, 2 dhe 3 koriku, janë festat e fshek zjarreve dhe ne do dalim t'i shohim, kështu që sa kam ardhur nga puna, kemi pasur një darkë sonte, mbaruam në orën 9, kështu që erdha në shtëpi, kishte ardhur një pako nga shenjë që kisha ordinuar. Kjo tregoj këto, pastaj do bëhemi gati dhe do dalim tek festa. Atëherë kjo bëhet çdo vit, për 2 vite u stopua prej Covidit dhe më në fund po e ribëjnë. Është një rëmuj shumë e madhe, gjithsesi do t'ju filmoj dhe do t'ju tregoj ka shumë protosokors, policia që në rast se dikush lëndon nga fshek zjarret, kështu ndihmat e shpejta. Dhe do t'ju filmoj, do t'ju tregoj. Më e bukur është nata e tretë, 2 netët e parë janë natët kur vazhdojnë fshek zjarret, pak më shumë dhe nata e tretë do t'jetë super. Ka shumë bankarela, bën shumë petulla, shumë gjëra që shesin. Gjithsesi do t'ju tregoj dhe do t'i shikoni, është shumë bukur. Dhe tani t'ju tregoj gjërat nga shenjë dhe filmi. Wow, sa bukur. Që kanë shumë të vogla, kisha marrë këta për Team Bride-in. Atëherë do të bëj një video tjetër ku t'ju tregoj këto, çdo gjë që do marr për Team Bride-in, për Bride to be, festat që do t'i bëj të gjitha në një vlog, thjesht po t'ju tregoj kështu. Që kanë pak të vogla, mendova se ishin më të mëdha, por gjithsesi shumë bukura. Kam marrë një palë pantallona të bardha, që besoj që do t'i vesh sonte, inshallah më rinë bukur. Ja ku janë dhe pantallonat që kanë super të bukura, kanë disa perla këtu. Shumë të bukura, më pëlqejnë shumë. Janë fantastik. Okej. Pastaj janë këto, që vendosen tek bluzat, po për Team Bride dhe Bride to be. Janë këto 2 karficat, që do t'i provoj. Edhe këto që janë shumë të vogla, mendova se ishin të mëdha. Janë shumë të vogla, çfarë do të futem këtu brenda? Shiko sa të vogla që janë. Këtu mund vendosësh asnjë zarf. Tani po vishem, po bëjmë gati, normal nuk do të dalë kështu. Atëherë sonde harrova t'ju thoja, sonde vazhdojnë edhe saldit, kështu që nuk besoj se do të ketë diçka me saldin. Nesër vazhdojnë zakonisht shumë, sonde sa hapen zyrtarisht saldit, zbritet e çmimeve, kështu që të shohim, nuk e di, por sonde nuk do të dalin për të blerë, të dalin thjesht për t'u kënaqur dhe për t'u argëtuar, kështu që mjaft tash duhet bëjmë gati, është ora 10 fix e darkës, kështu që është bërë vonë. Bëhemi gati dhe dalim. Okej, ja ku jam, unë tani jam gati dhe jam lyer. Do më thënë, jam lyer, kam lyer vetëm buzët, nuk është se jam lyer fare. Kështu që këto ishin dhe jeanset nga Sheni, pëlqejnë shumë. Dhe kjo është dhe outfiti për sonte, nata e parë e fshek zjarreve, thjesht me jeans edhe kështu. Ups. Vendos edhe këto 2 karficat që mora nga Sheni. Nëse duhet isha lyer pak më bukur që dhe karficat shkonin, por nuk kam shumë qejf, pasi është vonë, është ora gati 10:30 dhe nesër do të jemi përsëri në punë, pastaj do të vi të heq gjithë make-upin, kështu që preferoj të kem vetëm buzët e lyera. Kështu që nuk është se kam shumë problem kur dal pa lyer. Është gjë e mirë në fakt. Kështu që tani tikim, nuk e di sa ngjojnë nga telefoni, por fshek zjarret kanë filluar. Okej, kështu që ikim, thras mendin dhe ikim t'i shikojmë ato pak fshek zjarre që do t'jenë sonde, sepse siç thash, nata e tretë është nata kur është nata më e bukur dhe me më shumë fshek zjarre. Kështu që ikim, t'i shikojmë.
Okej, tani ne po dalim, është natë dhe shiko sa njerëz Ua, sa njerëz! Dhe ky nuk është vetëm fillimi i njerëzve këtu. Ambulancët si gjithmonë. Dhe pastaj do dalim nga ana tjetër që ka më shumë. Filluan! Na! Wow, vazhduan! Jo, nuk dolëm nga ana detit. Ja ku janë dhe bankarela këte që shesin është gjithë qendra, është plot me dyqane. Por ne do të shkojmë tek fishek zjarre, sepse kam vazhduar. Wow, sa bukur! Dhe ja këtu i hedhin nga deti. Bello. Shiko sa shumë njerëz që ka. Wow, bello! Che bello! Ja, i volite shumë i bukur.
Ja dhe petullat që po ju thoja ju që bëjnë këtu ka shumë gjëra, ëmbëlsira. Ja, po bën edhe petullën ai aty. Cosa vuoi? Shiko sa ëmbëlsira, sa do shëndoshemi ne o njerëz, shikoni. Ja dhe bijutericit, po ju thoja, këto janë çdo gjë është brenda, nga jashtë, nga ana tjetër, plot, ka shumë njerëz nga andej. Ja dhe saldi që kanë vazhduar, i kanë vendosur këto çmimet kështu. Këtej akoma që shisin. Sikur t'ishte çdo natë kështu, shqyr që s'është sepse është shumë rëmuj. Ja, është plot me njerëz, kështu që është ora 11:20 minuta, kështu që duhet ikim sepse nesër pastaj do të ikim në punëtorët për fat keq nesër. Dhe ikim nesër bashkë me gjithë këto gjëra të shijshme. Ju ikim nesër, shihemi nesër.